Sot inshallah do të flasim për një ajet të Kuranit, për një sure për cilën Allahu Azza wa Jalla ka quajtur suratul Luqman, surja e Luqmanit, për cilën Allah subhanahu wa taala thot: "Wa laqad atayna Luqmana hikma." Edhe ne ja kena dhënë Luqmanit urtësinë për cilën Allah subhanahu wa taala flet në këtë ajet. Do të flasim pastaj në ajete tjera që sqaron se çfarë urtësi i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Kush ka qenë Luqmani? Luqmani, dietarët kanë diskutuar edhe kanë ndonë dy mendime se a ka qenë pejgamber i Allahut Azza wa Jall apo jo. Mendimi më i saktë që e sjell Ibn Kathiri nga Ibn Abbasi e shumë sahabë të tjerë, thonë se Luqmani ka qenë njeri i devotshëm që Allah subhanahu wa taala i ka dhënë urtësi të mëdha. Mirë po nuk ka qenë pejgamber. E kjo mendimi më i saktë. Mirë po, pi urtësisë mëdha që Allah subhanahu wa taala i ka dhënë këtij njerit, ka pas vlerë të madhe tek Allah subhanahu wa taala. Disa transmetime thuhet se ka qenë prej Etiopisë. Ka qenë zezak, e që Allah subhanahu wa taala thot: Allahu nuk e shikon fizionominë e juve, por shikon brendësinë që ka keni zemra dhe veprat e juve. Allah subhanahu wa taala ka zgjedhur me urtësinë e madhe të tina. E për ata dhe ka quajtur këtë sure Suratul Luqman. Një ditë, thot Ibn Kathiri, duke i shërbyer zotnisë të vet, i ka thonë: shko edhe preje që të dele. Masi që e ka prej, ka thonë: sill me dy pjesë më të mira trupit kësaj delës. Ja ka sjell gjuhën edhe zemrën. Pas një kohë e ka thonë: preje që të dele. Edhe sill me dy pjesë më të këqija që i kanë trupin e saj. Prapë ja ka sjell edhe gjuhën edhe zemrën. Ka thonë: të parën herë thash më të mirë ti punë këto dyja. Thash më të këqija këto dyja. Çka o puna kështu? Tha: vallahi, ai i cili i shfrytëzon në të mirë këto dy pjesë të trupit është buri mirë. Ai i cili e shfrytëzon për keq nuk ka pjesë më të këqija se këto dyja. Mvarë se çysh i shfrytëzon. Kjo është urtësia e tina. Urtësia për cilët Ibn Kathiri sot thot se disa prej dietarëve ka thënë se ky ka qenë gjykatës në kohën e Davudit alayhis salam, pejgamberit Allahut Azza wa Jall. E çka na thot në Kur'an? Thot Allah subhanahu wa taala: ja kena dhënë hikmetin, urtësinë Luqmanit, e nishkur lillah. Falemindero Allahun Azza wa Jall për këto urtësi, për këto dhunti, të cilat ti kena dhënë o Luqman, falemnderoje Allahun Azza wa Jall. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Ai i cili falemnderon Allahun Azza wa Jall, falemnderon për veten e vet. Wa man kafar, ai i cili mohon të mirat Allahut Azza wa Jall, Allahu subhanahu wa taala është i pasën edhe nuk ka nevojë për tjerë. Ai i cili e falemnderon Allahun, e falemnderon për veten e vet. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa la in shakartum la azidannakum." Nëse ju e falemnderoni Allahun për mirësitë që ju ka dhënë, Allahu ka m'ia ushtu bereqetin e mirësive edhe ka m'ia ushtu mirësitë. Pastaj vazhdon Allahu subhanahu wa taala thotë: "Idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim." Edhe kur Luqmani i tha birit të vet, duke e këshillu, ja dha 5 porosi. 5 porosi ja dha ky djalit vet, e 5 porosi këto Allahu subhanahu wa taala na dërgon neve. Për ata edhe i ka përmend në Kur'an. Nuk i ka përmend si histori për mu lexu edhe për me ditë. Po i ka përmend që na mi praktiku. E para, i thot Luqmani djalit të vet: la tushrik billah, mos i bë Allahut shok. Po shkak se mi bë Allahut shok, mi bë Allahut shirk, le dhulmun adhim. Është zullum i madh, është padrejtësi e madhe. I bën zullum Allahut? Allah s'mund të i bë zullum, po i bën padrejtësi.
zullumi nuk është vetëm se momenti kur ti thot dikujt mos i bëj zullum, kuptohet se perrej, apo myta, jetu i bë diçka. Jo, ose jetu i bë padrejtësi, jo. Padrejtësi i bën dikujt që ja jep një pozitë që nuk e ka. Shkon e bën drejtor dikë që dy lidhje si ka. Ti veç e ke bë zullum. I ke bë padrejtësi. Vallai më mirë është mi dhon një rrugë atina. Heq rrit e shtëpia valla, po ta do rrugën se i merr çofaj. Komplet çka e ka në udhëtësinë e tina ka i mon qof. I ke bë zullum, i ke bë padrejtësi. Nëse fëmijës tën ja jep librat e klasës, ajo në klasën e 3, 4 i jep librat e fakultetit. I ke bë zullum, i bë padrejtësi. Për ata Allah subhanahu wa taala ka thonë këto Lukmani, ka thonë djalit vet, mos i bësh shok Allahut. Sepse kjo është zullumi, padrejtësia më e madhe. Që është padrejtësia më e madhe? Me shku te vorri, te i dekti, edhe mi u lut, qëra valen çat provim nimam. Qëse e kam një kurs bashkim familjar, u këshirë nimam që aty, ose me dhejt në qirit e dektit, edhe me kërkupit vdekurit, me ta kalu provimin, atestit, ose diçka tjetër. Vallaj, a i ka nevoj për lutje tua. A i ka nevoj që ti me lutë Allahun Azza wa Jall, që Allah me mëshiru atë. S'ka mundësi, a i me të bo, as dëm, as dobi. Ose llojet e tjera të shirkut, me jo përkushtu me çdo lloj ibadeti tjetër kujna përveç Allahut Azza wa Jall, është pi padrejtësive më të mëdha që Allah subhanahu wa taala nuk e fal. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu mi bo shok atina nuk e fal, përveç se me pendim. Përveç kësajna, kujt dën ja fal gjinohet më të mëdha nëse i kon tu. A me dal para Allahut, duke i bo shok atina nuk ta fal kur. Thot dikush apo përzihesh punë të Allahut, jo s'po përzina. Allahu po thot vet. Na përcitojnë ajetën e Kur'anit që ka thënë Allah. Nëse nuk pendohet një njeri, edhe i bën shok Allahut, Allah nuk ja fal kur. Momenti kur pendohet, ja fal. Kjo është porosia e parë që Lukmani jep birit vet. Pastaj, pas kësaj porosie, që mi pas raportet mirë me Allahun Azza wa Jall, e mëson edhe diçka tjetër. I thot, Allah subhanahu wa taala thot, ja bunay innaha in takum mithqala habatin min khardal. Nëse vepron vepra të mira apo të këqija, edhe soni kokër e lirit, kokër e vogël e lirit. In takun fi sakhra. Nëse ke bën një vepër të mirë, edhe është me një guri, i msheft, çaj sevap, e ke jep një guri pe rrugë. Apo është në tokë ose është në qiell. Pa mo parasysh ku është. Qysh në qiell. Para 1400 vjetë, ka thonë Allah subhanahu wa taala, çat vepër, çat sevap që e ke bë, ose çat gjuna që e ke bë. Ngurin nëse ke pas. Qysh guri? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, imani është 7 disa pjesë. Edhe hjekja e një pengese për rrugë është për imanit. Shkruhet sevap, nëse hjekën një guri për rrugës, shkruhet sevap. Thotë Allah subhanahu wa taala këtu. Edhe nëse e ke bë sevapin apo gjinohen, në tokë apo në qiell. Para vëno mushrika që i kanë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hajde në tokë na i bujnë atë gjinohen se sevap, apo në qiell. Yeti bi Allah. Allah ka me thonë ditën e gjykimit me çfarë sevap që e ke bë. Ku? Në tokë ose në qiell? Qysh në qiell Allah? Dhe na shtash është e logjikshme. Allah subhanahu wa taala për ata e ka zbrit Kur'anin mrekulli deri ditën e gjykimit. Na tash bojna gjinohe, edhe bojna sevap edhe në tokë, edhe në qiell. Edhe në aeroplan, mos me jedhën sevap, mos me jedhën gjino. Mos është dikuj shokët që e ki që atë afër, në aeroplan më thonë ai fjalë të mirë, por mos më thonë ai fjalë të keqe. Çato që ai ki bën tokë edhe në qiell, Allahu ka me thonë me çato të mira dhe të këqija. E porosit djalin e vet, fëmin e vet. E na porosit Allahu Azza wa Jalla edhe neve, që me pas kujdes e çdo të mirë, e çdo të keqe. Që thot Allah subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah." Ai i cili e bën edhe soni grimc të vogël, sevapi ka me pa ato para Allahut Azza wa Jalla ditën e gjykimit. Ka mos përbly për ta. Po edhe kundërta. Ai i cili bën gjuna e soni grimc e vogël, ka me u llogarit për të ditën e gjykimit. Pastaj e porosit
Lukmani fëmijën e vet. Për një sen, thot ja bunej, eqimis salah. O bir jam, fale namaz. Rej gati namazit, e cila është shtyllë e islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, muru auladakum bis salah idha balaghu sab'a. Urdhënoni fëmijët e ju, mësoni fëmijët e ju me fal namazin kur t'i bëjnë 7 vjet. Nëse jam i mësuar. Të Lukmani ka thonë fëmijës vet, djalit vet, rri gati namazit. Namazi i cili është shtyllë e islamit, për cilën e pare sen që kom na pyet Allahu në ditën e gjykimit është namazi, i cili i shlyen gjunahet. Momenti kur merr abdes, shlyen gjunahet. Namazi dhe namaz të shlyen gjunahet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Tahtariqun fa idha sallaytum subha ghasalatha. Vazhdoni ju mu djeg. Qysh mu djeg me gjunahe. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, momenti kur të falni namazin e sabahit, ghasalatha, i lanë që ato gjunahe që i ki butit. Pastaj, prap vazhdoni mu djeg me gjunahe. Kur të falni namazin i kindis, i shlyn gjunahe. E kështu dhe akshamet edhe jacis. Namazit dhe namaz, gjumaj dhe gjumaj, i shlyn gjunahe që ka besimtari i bën. Namazin do të me pas kujdes mos me lanë vllazë. 5 kohët e namazit, shpesh herë për përmenin. Mirë po do të gjithë me ja përkujtu. Fadhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Përkujto se përkujtimi i bën dobi besimtarit. S'pak të farzët, 25 minuta në ditë më shumë si merr. Veç farzët i fal. 2 rekate sabahit, 4 drekës, 4 ikindis, 3 të akshamit, 4 yacis, tjerat nëse dënë i fal, kish problem. Si fal, s'ki dënim. Për sunetin nuk ki dënim. Për farzët që si falim, kena dënim. Kena me dhonë përgjësi për Allahut azza wa jall. Se Lukmani i tha djalit vet mas pari, çdo punë që të bëjsh, të mirë apo të keqe, në tokë apo në qiell, ki me dhonë përgjësi për Allahut azza wa jall. Pastaj çka i tha? E porositi për një sen që ja shlyt gjunahe. Namazin. Eqimus salah, fale namazin. Nëse dënë që ti kur delsh para Allahut azza wa jall, mi pas punë të mirë me Allahun azza wa jall, rigati namazin. Rigati namazin se një sen të vogël, një gjuna të vogël që i ke pas, që i ke bëj namazit ta shlyn çat gjuna. Namazi është shkaktar që mi të shlyj gjunahet e vogla. Pastaj thot: "Wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar." Urdhënon të mirë o djalë jam edhe ndalon nga e keqja. Mos e bëj sikur se Allahu azza wa jall ku thot për hipokritat: "El munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd." Munafikat, hipokritat dhe hipokritët janë bashkë njëri me tjetrin. Ata urnojnë në të keqe edhe ndalojnë nga e mira. Urnojnë të keqe edhe ndalojnë nga e mira. Këta janë hipokritët. Ku po shkon xhamia? Hajde vëllai, çu shkojnë ato në kofa vallë kurse ka po hojën në xhamis. Hajde se kiva vallë. I djali i ri po shkon në xhami. Kur plakësh, kur del penzi. Për ata do të më urdhënon mirë të ndalojnë nga e keqja. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: Muslimani, shembulli i muslimanit është sikur se shembulli i disa njerëzve të cilët kanë marrë udhtim me një anije. Edhe anija e katit parë, nalë që janë ofër detit, edhe ata poshtë që janë. Po ata pi poshtë për me marrë ujë do të me hypë nalë, edhe me gjujtë kofën për me marrë deti ujë. Edhe qohet një ime që më thuj za, edhe thot: valla jena lodhë. Udhtimi 1 javë, 2 javë me anije, edhe non stop shkon në altë, merr ujë, edhe po lodhëm na, edhe pi shqetësojnë ata të naltët. E qelim një birë që të ofër e kem, edhe i mushim kofet me ujë, Allah. Thot pejgamberi sallallahu, nëse këta nalt i lejojnë këta poshtë me qelë qatë birë, shkatron të dy partë. Jo veç ata poshtë. Të dy shkatron, të e kena përmenë në hytmën e kalumë. Nëse i lejojnë ata të këqit me botë këqia, e si kapin për dore, edhe me thonë mëse zbën, ata s'kina mu shkatru edhe na. Edhe ata, me një anije jena, me një tokë jena të jetu.
me një vend jena të jetu. Po do të se cilën e sheh që është të bu keq me nol përdore, me ka përdore me thonë mos bë. Apo mi lajmëru organe se është të bu keq. E ka plane me bu keq. Qa më intereson mua Allah? Qa më intereson? E ka bu njëtë kjo me vrot dikane, qa më intereson mu në të vret mëre? Jo në të vret Allah. Ti do është me munu me këshilu. Po s'mon është me këshilu, me thirë dikën që mund me këshilu. Apo me thirë dikën që e ka përdore atë dhe nal. Kjo është përësia që Lukmani e jep djalit vet, që me urdhon të mirë edhe me ndalu nga e keqja. Edhe porosia e pesë edhe fundit do të flasim hutbën e dytë wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum. Thot Allah subhanahu wa taala, pastaj vazhdon Lukmani i thot birit vet, wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al-umur. Edhe bë sabër për ndonjë fatkeqësi, për ndonjë musibet e cila të godit. Edhe këtë këto që ka i përmena dhe i tash, jënë për i vepra që i donë Allah subhanahu wa taala. Për ata, shpesher, kur smuhëm, apo në ndonë në i kader, në i caktimi Allah të zëgjel, në i sprovë, shpesher nuk di me bë sabër. Shpesher nuk di me bë sabër. E dhije se sprovat që ka janë këtë botë, për cilën pejgamberi alayhis salam në jetën që e përmenë më herët, ku tha Allahu azza wa jall, wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara, ai cili e bën edhe sa një grimës të vogël vepra të mira ka më shpërbly, edhe ai cili bën vepra të këqija sa një grimës e vogël ka më dënu. Thotë Abu Bekri, edhe Omer Allahu e pyetin pejgamberin alayhis salam, i dërguar Allahut, edhe për sana të vogla kena më dënua, kena më dhënë përgjegjësia. I thot pejgamberi alayhis salam, a nuk sprovon Allahu xhel në dynja, a kina i smuj në herë, a ki temperaturë në herë, sa që edhe një therë me ti në kam, anë dorë, anë trup tëndin, është shkak që mi të shly gjinohen. Sprovat e kësaj bote, e para janë shkak që mi shly gjinohen. Që Allahu xhel me na shly gjinohen në këtë botë, e në ahiret me dalë të pastër se i kina shly këtu. E dyta, ata të cilët nuk kanë gjinohen maja. Sikurse pejgamberi Allahu te xhel pse janë sprovu. Kur u pyet pejgamberi alayhis salam, kush janë njerëz që sprovojnë më shumë te këtë botë, ka thënë pejgamber. Pejgamberi Allahu te xhel. Pse? Për mi shly gjinohet ata, jo kon mbrojtur për gjinohen. Po pse janë sprovu? Janë sprovu që mi ngrit Allahu te xhel në ditën e gjykimit në xhenet. Mos më thonë njëri prej neve, pse brekit pejgamberi ngrit, pse Jubin alayhis salam ngriti kaq nal. Me vite Jubi alayhis salam ka vujt për smund. Me vite, so që ju kanë distancu krejt, përveç grus tinda. Këtë ju kanë distancu. Përveç grus tinda. Apo Ibrahimi alayhis salam më kap, ka ndosh me udhën zjarm, edhe ka po sabër. Pejgamberi alayhis salam e kanë dëbu për shtëpisë vet. Edhe ka po sabër. So që kur ka bo hijret pe Mekës në Medinë, është kthyer dhe ka po çapën, ka thonë vallahi, sikur mos të kishim largu, sikur mos të më kishin largu pikë këtu kush isha largu. I vendit më të shejt, më të dashur tek Allahu te xheli kanë largu. Edhe ka bo sabër. Ka mujt na i kush prej neve, ditën e gjykimit thonë, o Zot, pse s'ka bo më ky pejgamber? Çfarë është provu ky? Që peçet në xhenetin më të lartë. Për ata, Allah subhanahu wa taala e sprovon, ka mundësi me sprovu një besimtar jo për shkak gjinave që i ka bëu, për shkak që me ngrit Allahu azhel në xhenet. Për ata, sprovat e kësaj bote janë kalimtare. E sprovat e ahiretit janë tron. Atje janë sprovat më trona se sa këtu, për ata të cilët nuk i përgjigjen urdhave të Allahut azhel. E lutem Allahun azhel të na bëj e aty në të cilët i praktikojnë ato që e ndëgjojnë, edhe i marrin këto porositë të arta të Allahut azhel, të cilat i ka sjell që Lukmani ja ka thonë fëmijës vet, djalit vet, Allah subhanahu wa taala na porosit ne. E lutem Allahun azhel të na fal, na mëshiroj, et na udhëzoj në rrugën e drejtë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum.